4 kompani kanë aplikuar në tenderin e përsëritur për furnizim me autobus elektrik për transportin publik në Shkup dhe në qytetet e tjera të vendit. Kështu njoftoi Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Aleksandar Nikolovski. Ai paralajmëroi se të hënën do të bëhen publike emrat e kompanive që kanë aplikuar pasi të pranoi raportin nga Komisioni për vlerësim. Këtë mëngjes mora informacion se të hënën do ta marr raportin. Kanë aplikuar 4 kompani, ndërsa të hënën do ta njoftojmë publikisht opinionin me raportin dhe me konstatimet në të. Me të vërtetë shpresoj që këtë herë thirrja të jetë e suksesshme dhe të kemi një furnizim të suksesshëm me autobus. Shpresoj që përvoja nga thirrja e kaluar të jenë një mësim edhe për kompanitë që të përgatisin dokumentacion të mirë dhe cilësor. I pyetur nëse bëhet fjalë për kompani evropiane dhe nëse mes tyre ka pjesëmarrës nga tenderi më parshëm, Nikolovski tha se nuk disponon me këto informacione, pasi nuk dëshiron të ndikojë në punën e komisionit. Ligji parashef formimin e një komisioni të përbërë nga përfaqësues të Ministrisë të Transportit dhe Fakultetit të Makinerisë, ndërsa ministri njoftohet vetëm përmes raportit përfundimtar. Pikërisht, sepse kjo procedurë ka zgjuar interes të madh të publiku, nuk dua në asnjë mënyrë të ndikoj apo të përzihem në punën e komisionit. Në momentin që do të marr raportin, ai do të bëhet publik. Procedura e furnizimit u përsërit pas anulimit të tenderit të mëparshëm për 150 autobus elektrike dhe 75 stacione për karikim. 100 autobus janë parapar për Shkupin, ndërsa 50 e tjerë për qytetet e tjera në vend. Sipas dokumentacionit të tenderit, autobusët duhet të jenë me ngjyrë të kuqe ose të bardhë, të kenë të paktën 30 urse për pasagjer, përveç ursës së shoferit, kapacitet për të paktën 66 pasagjer, hapësirë për karrocë invalidore dhe platformë manuale për qasje.